Për çka po thirr Allahu? Unë sot, cilën listë më ka shti Allahu i lartësuar. Allahu ka lista vazhdimisht që i urdhëron me laçet se fut në emrin e filanit ose fistekut. Nuk na vjen dashuria e krejt botës, edhe krejt njerëzimit, edhe e krejt gjallësave nëse arrim, ose arritëm dashurinë e Allahut, ose po e humbëm dashurinë e Allahut. Lista e Allahut të lartësuar, cila na duhet shumë edhe na shërben shumë, edhe na ndihmon shumë edhe në këtë botë po në ditën e gjykimit, nëse na i fut Allahu i lartësuar emrin tonë. Të nderuar vëllezër besimtar, nuk ka njeri të cilit nuk i bëhet qefi dhe nuk ndihet mirë nëse emri i tij përmendet për mirë, apo listohet në listat e njerëzve me vlera dhe punë të mira të mbara. Mirë po dhe në anën tjetër, gjithashtu nuk ka njeri me natyrshmëri të pastërt i cili ndihet mirë nëse emri i tij lakohet për keq, përmendet për keq, ose njolloset emri i tij, ose listohet krahas emrave të cilët janë të njohur për punë jo të mira ose për marifete jo të mira. Nisur nga kjo e që kjo është listë e kësaj bote, edhe lëvdata, po edhe nënçmimet kësaj bote, e lista të bardha, e lista të zeza, lista me njerëz të mirë, lista e përfituesve, lista e të përjashtuarve, lista ashtu, lista kështu, lista të shumta, që secilën prej listave këtyre të mira, kish pas qef secili prej neve me pas emrin aty. Mirë po të nderuar vëllezër besimtar, janë disa lista jashtë këtyre të kësaj bote, të cilat shpesh ndaj të cilave shpesh besimtari mundet me qenë ngafel dhe pakujdesshëm. Edhe duke nxitu mas përfitimeve të kësaj bote, mas lëvdatave të kësaj bote, mas listave profitabile të kësaj bote, mundet edhe me i harru listën ose me u listu në listat e mira të botës tjetër ose listat tek Allahu i lartësuar. Nisur nga kjo, pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë shkon te Ubay ibn Ka'b, njëri prej shokëve të tij, i cili ishte lexuesi më i mirë i Kuranit. I kishte kushtuar vëmendje, lodhje, edhe kishte punu qatë shumë me Koranin, sa që ishte lexuesi më i mirë i gjithë shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Madje në një rast pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha shokëve të vet, ai që don me marr Kur'anin ashtu siç ka zbrit prej Allahut, me lexu bukur e rrjedhshëm, ja ku e keni Ubay ibn Ka'b. Dhe një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam shkon te Ubay ibn Ka'b. Edhe i thotë Ubay, Allahu më ka urdhëruar që unë me ardhe te edhe me lexu Kur'an para teje. Tash çfarë ndjesie edhe çfarë ndenja për Ubay ibn Ka'bin. I dërgumi Allahut me ardhe me lexu Kur'an, edhe ky me dëgju, edhe me i thonë mirë është, me të vërtetë është ndjenje pa përshkruame. Mirë po Ubay ibn Ka'b, një shok i edukum mirë i pejgamberit alayhi salatu wassalam, mendjen e kishte dikon më lart se sa kjo, edhe pse kjo ishte punë e madhe dhe privilegj i madh për ta. Mirë po e kishte mendjen dikon më lart. Edhe po i thotë, oj dërguari i Allahut, Allahu sammani lak, Allahu më ka përmend me emër, më ka përmend emrin Allahu, thotë Allahu sammak. Allahu të ka përmend me emër. Ka thonë shkote Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b harroi për momentin gjithçka. Harroi që e ka pejgamberin alayhi salatu sallam përpara, edhe filloi me çajt. Filloi me çajt nga mallëngjimi sepse Allahu e paska fut në listat e njerëzve të privilegjuar, njerëzve të cilët i përmend për mirë. Pra Ubay ibn Ka'b në këtë rast po i thotë të dërguarit Allahut shko edhe lexo Kur'an para tina. Edhe pse pejgamberi alayhi salatu wassalam e ditte Kur'anin më mirë se ai, edhe lexonte më mirë se ai. Mirë po, për me ja shpërbly punën edhe lodhin që e pat me Kur'anin, Ubay ibn Ka'b po i thot pejgamberit shko lexoje surën, filan surën te Ubay ibn Ka'b. Po edhe tjetra për m'ja u tregu njerëzve se për me e marr Kur'anin edhe për me marr shkencat duhet me marr prej njerëzve të cilët janë lodh, kanë dhënë mund, edhe kanë harxhu kohë, e kanë harxhu mosh, e kanë harxhu vjet për me marr ato shkenca. Pastaj në një transmetim tjetër thuhet se kjo surë të cilën e ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wassalam para Ubay ibn Ka'b ka qenë surja lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina, dhe surja Bayyina do të deri në fund të surës. O pra të nderuar vëllezër, më të vërtetë ndjenje pa përshkrueshme. Ndjen s'ka ku ka lënë mogëzimi më tepër se sa në këtë moment që Allahu me përmend me emër edhe me mbiemër Ubay ibn Ka'b, edhe me tregu se Ubay ibn Ka'b ka opozitë madhe tek ne, saqë edhe i dërguari Allahu do të më shkuë dhe me lexu Kur'an para tina, edhe Ubay ibn Ka'b me dëgju. Kjo të nderuar vëllezër,
për faktin se Allahu i lartësuar përmend emrat njerëzve. Përmend emrat e njerëzve. Sa që e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam që kur Allahu e don një njeri, kur e don një rob të vetin, i thot Gjibrilit, llogarit tash. Qysh po shkojnë mënyrë zinxhirore Allahu duke afirmu emrin e këtij personi. Kur Allahu e don një njeri, një musliman është fjala, i thot Gjibrilit, o Gjibril, Allahu e don filanin me emër, filanin duje dhe ti. S'ka më i thon Gjibrili ju. Po Gjibrili përveç që e don edhe e futën në zemër të vetë Gjibrili, këtë njeri, pastaj i thirr gjitha melaqeve. Edhe i thot melaqeve, Allahu e don filanin, duajeni edhe ju. Pastaj fillojnë me dosh gjitha melaqet këtë njeri. Pse? Sepse emri i tij u përmend. Kush e përmendi? Allahu i lartësuar. Edhe pastaj përveç kësaj, përveç që e dojnë banorët e qiellit që janë melaqet, Allahu thot pejgamberi alayhi salatu thot Allahu këtij personi i vendos kabul edhe mirëqenie tek njerëzit. Është i pranueshëm, është i dashur për gjithë njerëzit në tokë. Allahu ja rregullon pastaj raportet edhe në tokë me njerëzit. Mirë po dhe e kundërta të ndëruar vëllezër. Allahu përmend emra edhe për keq. Përmend emra të njerëzve të cilët meritojnë më u përmend emri për keq. E thot pejgamberi alayhi salatu vazhdon hadithi, kur Allahu nuk e don një njeri, Allahu na rujt me mri deri në këtë shkallë. Nuk na vjen dashuria e askujt. Nuk na vjen dashuria e krejt botës, edhe krejt njerëzimit, edhe e krejt gjallësave nëse arrim, ose arritëm dashurinë e Allahut, ose po e humbëm dashurinë e Allahut. Sepse gjitha dashuritë tjera, çuçi e kuptuam, janë të varura prej dashurisë së Allahut. Tash kur Allahu nuk e don një njeri, i thot Gjibrilit, o Gjibril, Allahu nuk e don filanin, me emën, me mbiemën. Allahu nuk e don filanin, mos e duaj as ti. Edhe Gjibrili fillon mos me e dash këtë person. I bëhet shumë i padashur. Pastaj jo vetëm kaq. Gjibrili i thirr gjitha melaqeve të qiellit. Edhe i thot Allahu nuk e don filanin me emën me mbiemën, mos e doni as ju. Edhe nuk e don as kush prej melaqeve. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, këtij personi i prishen hesapet, llogaritë edhe në tokë. Edhe me njerëz fillon mu ju prish baraspesha. Edhe nëse ka qenë deri dikon mirë me njerëzit, fillon mu ju prish baraspesha dashuria dhe respekti që ka pas prej njerëzve. Nëse e ka pas. Pse? Sepse dashuria në tokë vjen prej nalt. Për me dasht njerëzimi, edhe për me pranu njerëzimi, dikon prej njerëzve duhet me fillu prej Allahut të lartësuar. Andaj të nderuar vëllezër, ana shkon mendja neve. Sot Allahu e ka thirr dikan me emër. Allahu çdo ditë dhe çdo moment i përmend disa emra. Sepse vazhdimisht ja u çon me laçeve emrat. Mirë, emri jam tha, u thirr sot. Mua më ka thirr Allahu, mirë, nëse më ka thirr Allahu filani beri filanit, ose filani me emën me mbiemën, për çka më ka thirr? Për çka më ka përmend mua? Ai ka thonë Gjibrilit se unë e du këtë njeri duaj edhe ti, apo i ka thonë Gjibrilit se unë nuk e du këta mos e duaj as ti? A duhet më na shkumenja, duhet më na shkumenja të nderuar vëllezër, se s'na duhet kur gjë dunjos, as na duhet këtë dunjoja më na dhon. Nëse Allahu çet fjalë thot Gjibrilit, për neve Zoti na rujt. Me thon Allahu se unë se du këtë njeri mos e duaj as ti. Si mos ta dojnë as me laçi, se do të më kërkosh. Kjo hapën këtë botë, pastaj në botën tjetër. Gjibrili edhe me laçet vinë dhe dëshmojnë para Allahut. O Allah, i thënë, ti na ke thënë se unë e du filanin edhe na e kemi dashur sepse ka qenë njeri mirë për ty. Edhe kjo dëshmi neve na duhet edhe na bën nder në ditën e gjykimit. Përderisa dikujt i vjen dëshmia e kondërt edhe i shkon Gjibrili edhe me laçet, o Allah, ti e ke thirr filanin, berin e filanit ose me emën e me mbiemër, se unë nuk e du as na se kemi dashur. Kto që e ke përpara sot. A ka dëshmi më të rëndë? A ka dëshmi më dhe inkurajuese ose më shumë që humb shpresën se sa kjo? Andaj të nderuar vëllezër, duhet ta vendosim theksin në këtu. Për çka po thirr Allahu? Unë sot cilën listë më ka shti Allahu i lartësuar. Allahu ka lista vazhdimisht që i urdhëron me laçet se fut në emrin e filanit edhe fistekut. Fut në emrin e tij, fut mirë. Cilën listë? Listën e të dashurve apo në listën e atyre që nuk i don Allahu të lartësuar? E duke pas parasysh këto, edhe duke u mundu dhe u lodh më tepër që me arrit dashurinë e Allahut të lartësuar, pastaj na bëhun të lehta çka do që ndodh në tokë. Edhe më nuk na bëjnë shumë përshtypje sjelljet e njerëzve, reagimet e njerëzve. Se si sillen me neve dhe çka bëjnë me neve, nuk na duken më shumë të rëndësishme, sepse na e kemi qitë cakun diku tjetër. Ajo është që na bëjmë me arrit që Allahu më na dashur. Pastaj të nderuar vëllezër, sa dush lodhemi në tokë me i nërish raportet me njerëz. Po si nëreqëm me Allahun e lartësuar nalt, edhe në tokë prishen raportet. Sepse dashuria e njerëzve për dikant
ose urrejtja e njerëzve për dikan, barka prej nartit, prej Allahut, pastaj te Gjibrili, pastaj te melaqet, pastaj në tokë. Andaj është shumë rëndësi, shumë është më rëndësi, që në çdo ditë me bëmen. Sot në cilën listë jam? Sot më na thon dikush, se është një listë e zezë, Kosovë, njerëzit të cilët do të dënohen, njerëzit të cilët do ta bojnë këta, njerëzit të cilët janë përfitues të palehtëshëm, njerëzit. Është se cilëve na ka hap një farë frike, edhe na dridhet pak zemra, pse mos e mund çat listë. Mirë, këto tek e fundit janë listat njerëzve. Nëse nuk mbarojnë, dikur kanë me mbaru me vdekje. Ama neve po na vjen një listë e cila nuk mbaron, është e pafundshme. Lista e botës tjetër, lista e Allahut të lartësuar, cila na duhet shumë edhe na shërben shumë, edhe na ndihmon shumë, edhe në këtë botë po në ditën e gjykimit, nëse na i fut Allahu i lartësuar emrin ton me emrat e të dashurve të tij, me emrat e atyre të cilët i ka pranuar, i ka afruar afër, edhe është të bëjë dashamir, edhe kujdestari direkt i tyre. Allahu na bëj prej të tillëve. Allahu na bëj prej atyre të cilët nëse ngritën emrat e tyre tek Allahu, futen në listën e njerëzve që i don Allahu i lartësuar. Nëse jemi në lista tjera, Allahu na i fshift emrat për atë listë. Sepse s'na bojnë derë as këtë botë, as botën tjetër. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.